Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu foli nga ora e mifolit për situatën e krijuar nga prurjet e larta të lumit Vjos, ndërsa theksoi se monitorimi ka vijuar gjatë gjithë ditës në të gjithë basenin. Kemi ndjekur të gjitha prurjet të Vjosës nga Përmetje deri në Memaliaj, ku niveli ujit ka arritur deri në 6.5 metra. Situata është drejt stabilizimit, por nuk është zgjidhur plotësisht, pasi rreshjet vijojnë edhe në Gjirokastër dhe Tepelen, u shpreh ministri. Sipas Vëngut pritet një ndërhyrje e thelluar në Argjinatur, me synim forcimin e saj dhe përmirësimin e mbrojtjes së zonave të rrezikuara. Që është e vërtetë, i gjithë baseni i Vjosës ka qenë në rreshje intensive që nga orët e para të mëngjesit dhe përgjatë gjithë ditës ka qenë në monitorim të rreth në të gjitha pikat që ne kemi, dhe zakonisht tradicionalisht matjet bëhen nëpërmet në Memaliaj dhe padyshim edhe në Novosel në Mifol. Të gjithë treguesit tregojnë që duhet jemi në alert maksimal, nuk ka kaluar rreziku, përkundrazi. Rreshjet vijojnë edhe në pjesën më jugore të vendit që furnizojnë Vjosën në tërësi. Ndaj dhe kemi gatishmëri maksimale, sidomos në Grykderdhje dhe praktikisht në zonën e Fitores, Ferasit dhe Bishanit, pavarësisht se kemi bërë të gjitha njoftimet, lajmërimet paraprake, qoftë për banorët, qoftë për bizneset, do kemi dhe një dislokim shtesë të forcave në terren në mënyrë që në qoftë se do duhet të kryejmë evakuimet, jemi në kushte optimale për ta bërë. Në momentin që flasim, kemi një situatë hidrometeorologjike, siç e thash, ku fronti nuk ka kaluar ende, madje do intensifikohet mbi gjirin e Vlorës dhe Vlorën, pra praktikisht kemi edhe një vëmendje shtesë për sa i përket qytetit në vetvete, ku masat parandaluese vijojnë edhe në këto momente me pastrime apo ripastrime të kanaleve të ujrave të larta apo kanaleve kulluese. Vëngu bëri të ditur se forcat armatosura janë dislokuar në fshatrat me risk, ndërsa qendra lëvizje e operacioneve do të qëndrojnë në Mifol përsa kohë të jetë e nevojshme. Projekcioni ka qenë për një front të tretë prurjesh dhe nuk na ka ikur rreziku ende. Nëse duam një zgjidhje afatgjatë për Vjosën, duhet të pranojmë që është edhe një lum i egër. Kemi plane dhe projekte që parashikojnë rehabilitimin e këmbëve të urave. Do të ketë investime afatmesme dhe afatgjata, tha Vëngu. Patëm disa ndërhyrje rehabilituese të argjinaturave, të cilat vijojnë edhe në këto momente, se siç e thash, puna nuk ka mbaruar dhe rreziku është ende prezent. Duhet kemi pak durim, e rëndësishme është jemi pranë banorëve të zonës, pranë bizneseve, pranë qytetarëve. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka koordinim të plotë të dyja prefekturave dhe stafeve civile apo ushtarake të cilët janë në dispozicion, qoftë në Bashkinë e Fierit, qoftë në Bashkinë e Vlorës. Fronti i dytë që erdhi mbi Shqipërinë u nda në dy pjesë, një pjesë ku u prek kryesisht zona e Kurbinit dhe Lezhës, dhe pjesa tjetër Delvina, Finiqi, Saranda. Praktikisht në orët e para të mëngjesit patëm atë vërshimin e madh dhe pamjet besoj i keni parë, por jemi në kushte që situata është stabilizuar, qoftë nga akset e rrugkalimeve, qoftë edhe Bistrica dhe Kalasa janë rikthyer në shtratet e tyre. Forcat armatosura nga reparti i Gorhotit kanë qenë në dispozicion të bashkive Delvin dhe Finiq që në mesditë dhe besoj se tashmë jemi në kushte shumë herë më të mira se ç'nisi dita në ato zona. Do jetë natë dinamike, siç e thash, sepse fronti vijon në gjirin e Vlorës edhe përsëri drejt Delvinës dhe Gjirokastrës dhe Tepelenës, që përbën shkak për të furnizuar ende Vjosën, ndaj e kemi alertin maksimal dhe gatishmërinë maksimale. Ministri shtoi po ashtu se sa herë është ndërhyrë në Argjinatur dhe në pastrimet e saj, situata ka qenë e përmirësuar ndjeshëm, ndaj këto ndërhyrje do të vijojnë, po ashtu do të investohet edhe në kanalet kulluese për të krijuar kushte optimale të kalimit të prurjeve. Qyteti i Vlorës po merren të gjitha masa, janë marrë her pas here vazhdimisht. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe Bashkia e Vlorës kanë kryer ato pastrimet rregullisht edhe me mbështetjen her pas here të Xhenios. Jam shpresë plot se do jemi në kushte shumë më optimale se herët e tjera për sa i përket këtij fronti të fundit, sepse parashikimet tona kanë filluar të përmirësohen edhe për sa i përket fundjavës.